Zot truna, tash po tisha unë shurë me mec, si do ta kishim zhvillu këtë emision? Alo ma kesh, domethënë. Allahu në Koran fillimisht e ka përmend veshin, syrin, pastaj zemrën. Nëse se jam gabim, kështu kam dëgju. S'po të shoh, po komunikojmë. Mos të kisha ndëgju. Alo ma kesh. Shumë ma keq. Unë edhe pse pa shikim kam dalë vet në xhami, mbas zhurmës vetura i përcisë. Në bazë zhurmës se ki bëhat. Po, jo, domethënë kam vetura mbrapa me dalë me kalu rrugën, kam rënë në puset. Nuk është hera, kanalizimit e kanë po, nuk është hera parë që kam rënë me disa herë, me 10 herë, po deshti Zoti mund ashta aty e mora e bona një analizë. Orim. Allah e din dëshirën tonë të flak që ki për namaz. Allahu akbar. E din, jeta do të vazhdojë. Në çfarë do mënyre? Po, do të vazhdojë. Nuk bëhet kiameti pse nuk po shoh bre? Po, vallahi po. Jo bre, jo elhamdulillah. Shumë mirë se ke, mos më dëgjuash, më problem. Po vështirë. E kum dëgju një fetva të hoxhës Shefçet Krasniqi, e ai tha shumë mirë tha. Shumë dietar që në botë që nuk shohin. Bin Bazi. Bin Bazi shumë ka. Ai ki anë. As mundesh me gjet një njerëz të suksesshëm që nuk dëgjon. Sa është shumë problem, mos dëgjimi është shumë problem. Elhamdulillah që unë nuk po shoh, po e ndëgjoj zonin, po i përgjigjem i zonit, po jam i rregull namaz. Si do të jetë halli aty në të cilat i kanë synt, shëndetin, i kanë veturat, bicikletat, gjitha, e nuk e qesin kryesisht e për Allah. Allahu akbar. O Zot truna, o Zot,